Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pas dite në dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. Sot e kam derin ta kem në studio zonjën Emira Gavazaj Goshi, e cila është avokate, po ashtu edhe trajnere e certifikuar për spikere motivuese. Pikërisht për këto dy tema kemi diskutuar sot. Përshëndetje Emira. Përshëndetje edhe për juve. Si fundihesh në studio? Grazie Emja. Gjithmonë mirë këtu në DTV. A flasim pak tash, si janë ndërlidhur këto dy profesione? Po, realisht janë të ndërlidhura shumë mirë me njëra tjetrën. Unë si avokate pothuajse tani i mbushi 10 vite në këtë profesion, ndërsa si trajnere certifikuar për spikere motivuese jam pothuajse 3 vite. Gjithsesi që patjetër që lidhen, për arsye se në aspektin juridik si fokus patjetër që e kemi të bëjmë dhe të mbrojmë të drejtat e qytetarëve, realisht të bëjmë zgjidhjen e ndonjë çështje apo ndonjë problemi të tyre në aspektin juridik ligjor, kurse patjetër një problemi i paraprinë edhe mënyra e komunikimit, ndoshta gjendja emocionale e personave të cilët janë përfshi, ndoshta jo mënyra e dur për aftësinë për të zgjidhur atë çështje, dhe në momentin kur unë i kam bashkuar në rrugtimin tim jetësor këto dy të them profesione, atëherë është mbush komplet, konsideroj çështja e zgjidhjes së një problemi në aspektin e zgjidhjes edhe së brendshme. Sepse shpeshherë problemet zgjidhen vetëm nga jashtë, mirë po në realitet në momentin kur nuk janë të zgjidhura edhe nga brenda, vjen një moment kur prapë shpërthen. Ndoshta jo njëjti problem, por shpërthen përsëri një situatë konfliktuoze dhe nënkupton që nuk është bërë zgjidhja e duhur. Nga ka lindur dëshira për të qenë avokate? Për të qenë avokate, realisht në studimet, kur i kam filluar në drejtim të juridikut, sigurisht që gjithmonë kemi filluar me mendu se ku do të mund ta gjej veten më mirë, apo ndoshta edhe çfarë do të më përshtatej mua me personalitetin të cilin e kam ose karakterin të cilin e ke formuar deri në atë kohë. Ndërsa unë kam bërë këtë ndërlidhje, por edhe gjetje mbrana vetës që ndoshta do të më shkonte dhe do ta përfaqësoja shumë adinjësisht veten, edhe profesionin e avokatisë duke e njohur veten më mirë. Në momentin kur në personalitet dhe karakterin tim kam parime dhe vlera të cilat nuk pranoj shumë të tjerët të më thyen apo të tentojnë të më thyen, e kam parë veten që ndoshta profesioni i avokatisë është profesioni më i lirë, profesioni ku vetë shumë shpesh i merr vendimet vet, preferon dhe mund të zgjedhësh, e ke të drejtën e lirë me kë dëshiron të bashkëpunosh në aspektin me klientel. Kështu që realisht e kam gjetur veten shumë më mirë në këtë drejtim, edhe shpesh e them i kam çelësat në dorën time. Domethënë është një profesion sidomos për femrat shumë i mirë, nëse njohin veten që e kanë edhe guximin, sepse profesioni i avokatisë përveç njohurive profesionale kërkon me të vërtetë edhe guxim, kërkon edhe mostyrjen e parimeve, ose përndryshe do të hysh në vallën e të gjithëve të njëjtë, të servilohesh edhe të vazhdosh mirë, por nuk e bën diferencën. Unë këtu e kam parë diferencën time edhe realisht më ka ecë shumë mirë. Çfarë mendon që kanë qenë ato sfidat e tua gjatë rrugtimit të vjeçar? Po, sfida patjetër që ka pas shumë. Gjatë studimeve sigurisht që kam pas edhe disa histori familjare të cilat kanë qenë shumë sfiduese. Mirë po, gjithsesi duke besuar në Zot edhe patjetër duke u munduar që gjithmonë çdo dhimbje, çdo forcë, çdo humbje me shndru, domethënë në një rrugtim drejt suksesit, sepse mbrana rrugës për sukses patjetër që kemi pas edhe rrëzime. Sfida pastaj kanë qenë në një kohë sigurisht edhe si studente, pak a shumë edhe financiare, tjerat sfidat të ndryshme. A kujton këtë pjesën e studimeve, ndoshta me mall? Po, e kujtoj me shumë mall, dhe shpeshherë domethënë në kontakte ditore kam edhe domethënë kontakte me shumë profesorë të cilët i kam pas profesor në lemin juridike, ndërsa sot unë jam si avokate dhe sigurisht edhe ata ndjen krenar. Edhe e kujtoj shumë shpesh, nga karakteri jem gjithmonë kam pas prioritet të jem e para, pa frymën e egoizmit, sigurisht gjithmonë me i ndihmu edhe të tjerëve, edhe kujtoj me shumë nostalgji, sepse në realitet edhe kam qenë një studente shumë e dalluar edhe në aspektin e notave, se ne themi edhe për nota, mirë po edhe në aspektin e komunikimit, edhe të dhënies së ndihmës gjithë atyre që kam pas nevojë derisa kam pason mundësi. Kështu që në momentin kur ti ndjehesh mirë gjatë një periudhe kur ti mundesh me bëu diçka, sigurisht që kujtohet me nostalgji. Dhe sot
ta shtoj edhe këtë, jemi të shpërndar një grup i studentëve në institucione të ndryshme, në gjykat, në prokurori, disa tash janë emëruar edhe notar, disa në për institucione të tjera ekzekutive, disa në komunë, kështu që kur takojmë patjetër që është edhe një nostalgji e kryerjes së viteve të studimeve në juridik. Cilat janë ato parimet që duhet të ketë një avokate? Pyetje shumë e bukur. Përmendëm që është edhe profesion, pra për femra është shumë një profesion pro tyre. Realisht nëse e shikojmë në kohë dhe menaxhim, unë e konsideroj që është shumë i mirë, sepse unë kam mund jashtëzakonisht mirë me balancu jetën profesionale edhe familjare, derisa kam pas mundësi që të mos më menaxhoj dikush orarin e punës. Sepse ndryshe është jashtë në një institucion shtetëror apo edhe privat, mirë po ku e ki orarin e rregull 8-4 ose edhe orar të tjetër, ndryshe është në aspekt balancimet është shumë ndryshe, ndërsa në aspekt të jetës time, si avokate, unë e kam balancu ndryshe, sepse kam pas mundësin që të menaxhoj. Kam fatin e mirë që pas disa viteve që kam punuar e vetme në avokatur, pastaj më është bashkangjitë dhe bashkëshorti im, dhe ai është tani më avokat, domethënë është në vitin e 4, edhe e balancojmë shumë mirë. Pyetja jote ishte cilat janë parimet. Parimet e para që unë i konsideroj janë parimet morale. Sepse edhe po të jesh shumë e aftë profesionalisht, edhe po të jesh shumë e lexuar, dhe po të kesh shumë njohuri, unë konsideroj, po them personalisht vetë, unë konsideroj që në qoftë se nuk i respektoj parimet morale të vendosmërisë dhe të komunikimit të duhur me klientët, me ndershmëri dhe me etik, atëherë për mua nuk do të kishte me pas absolutisht një kënaqësi të brendshme, e cila do të shpërblej edhe jashtë me klientelën. Prandaj asnjëherë në jetën time të them ashtu, edhe profesionale, edhe personale, edhe familjare, po tani më domethënë edhe si speaker motivuese, parim themelor është ndershmëria. Vlerat, sepse nëse dëshiron që ti me jetu në këtë jetë ashtu si duhet dhe me u shpërbly për mundin që po e bën, konsideroj që duhet të jesh e qetë mbrana vetës me ndërgjegjen tënde. Cilat janë ato problematikat kryesore që ju i keni trajtuar gjatë provës suaj? Problematika të ndryshme, nga më të ndryshme të them të drejtën, sepse ne nuk jemi të licencuar si avokat vetëm për një lëmi, por jemi të licencuar për çdo problematik në shoqëri, sikurse që është edhe e ditur nga vepra të ndryshme penale të ndryshme, domethënë kam pas raste edhe të tentimvrasjeve, të grabitjeve, të dhunës në familje, pastaj në aspektin civil të divorceve të shumta, të kompenzimeve të dëmeve, problematika të veprave të narkotikëve. Me të vërtetë janë problematika të cilat realisht gjenden në shoqërinë tonë aktuale dhe padyshim që do të trokasen edhe në dyert e tona si avokat. Dhe pastaj kur e merr një çështje, një problem të një qytetari në dorë, duhesh me analizu. Dhe këtu është ndërlidhshmëria ime shumë e fuqishme edhe si avokate dhe që më ka ndihmuar shumë në profesionin tim, e speakeres motivuese, sepse çdo analizë që e bën, sigurisht që kemi hyrë thellë çka e ka shtymar deri këtu. Pse e boni këtë, çka janë motivet e brendshme. Dhe kur vjen përfundim të një çështje, domethënë për të kuptuar motivin e brendshëm dhe bisedën pastaj dhe konsultën që e bën dhe komunikimin me klientin, kupton në thelb që shoqëria jonë ende vuan nga një mentalitet jo i mirë, ende vuan nga emocione jo të rregulluara mirë, ende vuan nga një zemrim dhe nga një frustrim cili nuk mund me menaxhu shumë lehtë, dhe momentin që nuk i menaxhon emocionet mirë shpërthen një situatë konfliktuoze dhe konflikti sigurisht që ka me pru pasoja të ndryshme. Prandaj zgjidhja e vetme, kam thënë shumë shpesh, nuk vjen vetëm nga jashtë, nuk vjen duke u dënuar një person, por vjen duke u rregulluar nga brenda. Menaxhimi emocional, emocionet e tona na bëjnë që neve të i ndalim pak këto se çfarë po ndodhi në shoqërinë tonë. Sepse të godasësh nga jashtë, thash dhe në fillim, dhe potencoj vazhdimisht dhe të jetë sikur mesazh në shoqëri që zgjidhja nuk vjen nga jashtë, por vjen shumë më e fuqishme nga brenda. Pikërisht ju këtë bëni duke targetuar këtë pjesën tek trajnera e certifikuar për speaker motivuese. Ashtu është. Bashkëdyzimi i këtyre dyave mua më bëjnë të përmbushur. Pra, zgjedhja e profesionit së avokatit duke respektuar parimet dhe vlerat që i potencova,
Dhe ideja tjetër e shpërblimit të zgjidhjes së një çështje nga brenda është ajo që e modifikoj brenda pastaj tek klientela ime. Dhe vjen një moment kur arri pra të bëj një zgjidhje edhe duke i pajtuar çiftët, duke u munduar që të zgjidhë një konflikt ndoshta familjar, ndoshta duke hequr dorë për ta nisur një procedurë gjyqësore që për mua kanë qenë shumë shpërblyese në aspektin moral. Si pikërisht e keni bërë këtë? Thjesht duke komunikuar, sepse jo çdo zgjidhje thash vjen nga jashtë. Do të thonë, nëse komunikon dhe arrin deri në një mundësi ndërmjetësimi në ndonjë bërjes stik të një personi dhe thotë në rregull, okay, avokate, po e shoh të arsyeshme që po mund nuk e kam ditë që mund të më bëjë edhe kjo zgjidhje, ose fillon e ndryshon, fillon e komunikon, fillon ja tregon rrugë që bën edhe kështu, nuk është patjetër me inicu procedurën, ta bëjmë këtë punë, po komunikojmë së bashku, edhe ka pas raste që janë zgjidhur dhe në drejtim. Sa është e vështirë me trajtu temën e divorcit? Padja është e vështirë në qoftë se përfshihesh emocionalisht, sidomos femrat, sepse femrat e perceptojnë ndryshe arsyeën e divorcit. Për shembull, ne jetojmë dhe punojmë bashkë me bashkëshortin dhe në moment kur kam një divorc, padyshim që unë e marr më ndryshe, sepse sidomos kur ka fëmijë në mes. Mirëpo në çdo profesion nuk duhet asnjëherë të kyçesh emocionalisht, përveç se nëse e shef një mundësi ligjore të mundësisë të zgjidhjes të bashkimit të asaj familje, që realisht nuk është shumë e profesionit tonë, por nga etika e kemi obligim që me i paraprinjer pozitivës para se me shku te një divorc, sepse në një divorc patjetër që ka pasoja, fëmijët kanë pasoja, por gjithsesi është zgjidhje atij çiftit i cili ka vendosur më marr, edhe realisht rrugët ligjore nuk janë vështira sepse i kemi të përcaktuar ligjërisht, e inicon procedurën nëse janë me marrëveshje, përgatitet një marrëveshje e përbashkët. A kemi raste ku ndoshta njëri nga partnerët nuk don të divorcohet, por mund të... Po, sigurisht ka dhe kësi raste. Janë raste të shumta që njëri nga partnerët nuk dëshiron, sepse një divorc rroll mund të vi me pajtimin e dy palëve. Do të thonë, nuk kemi arritur ende në atë mentalitet që në rregull, nuk po na shkon, po shkojmë te një avokat, po i konsultojmë aspektet ligjore, po nënshkrujmë edhe po divorcohemi. Jo, realisht është një akumulim i madh i një periudhe të gjatë kohore, i zbrastisë mrena aty në familje, i boshllëkut të madh ndoshta emocional, i pasigurive, i frikave, të cilat kanë kaluar me një periudhë, me një kohë dhe vjen një moment kur bën bam dhe patjetër që kemi trokit. Dhe kur troket njëri person, njëri ose bashkëshorti ose bashkëshortja, pra ose burri ose gruaja, dhe në këto raste kur troket njëri sigurisht që nuk është me marrëveshje, por është na i themi në aspektin juridik me padi, dhe me padi gjithmonë njëri thotë unë dua të divorcohem, tjetri potencon që jo unë nuk dua. Mirë, po gjatë rrugtimit, po flas nga praktika, gjatë rrugtimit të zgjidhjes së kësaj martese, ka raste kur, domethënë, personi i cili përpiqet ta mbajë gjithsesi atë lidhje ose atë martesë, e shef që gjithçka ka mbaruar aty dhe është e pakthyeshme. Dhe në përgjithësi përfundojnë përsëri me marrëveshje. Pra duke e kuptuar personi që po tenton ta mbajë martesën me nxemir, po e kupton që nuk është më, nuk ka përfundu. Dhe unë shumë shpesh e them në aspektin emocional, martesa përfundon shumë para se sa të trokitesh në derën e avokatëve apo edhe të ta bëjë zgjidhjen gjykata. Kush zakonisht e bën këtë trokitjen tek avokati, gruaja apo burri? Në përgjithësi, më së shumti e bëjnë gratë. Gratë, tek unë shumicën e rasteve të divorceve, domethënë e kam pas iniciatore gruan. Tash të flasim realitetin, gruaja është ajo e cila sakrifikon shumë për me mbajt një familje. Patjetër që edhe burri. Mirë po, në shumicën e erave, kur troket një grua, pothuajse ajo është e vendosur që gjithçka më ka marrë fund. Sepse gjatë komunikimit vërej që ajo grua ka bërë shumë sakrifica për me mbajt familjen, ndoshta ka bërë shumë komunikime të cilët i kanë dështu, nuk ka gjetë një dëgjim tek personi, nuk ka gjetë një mbështetje financiare tek burri, ndoshta një pasiguri, ndoshta një dyshim, ndoshta një tradhti, të cilën tani më ajo e ka vërtetuar, ndoshta një bisedë ose një jetë faktike përbashkët për jo reale dhe jo me shumë emocion brenda familjes, dhe padyshim që ftofja emocionale në mes partnerëve
ko pas kohë bjerë konflikte të shumta, acarohen, mundet me shkaktu edhe një dhunë familjes, shpesh divorceve i paraprin dhuna në familje. Dhe më thonë, vjen një moment kur ajo dhunë nuk është ndoshta e para, shumë shpesh është dhunë që ka ndodhur në mënyrë sistematike, mirë po vjen një moment kur mo thot mjaft. Dhe kur thuhet mjaft, patjetër që gruaja është ajo që në shumicën e rasteve ka qenë viktim, edhe troket padyshim për me abuz zgjidhjen vetit, në qoftë se ka fëmijë dhe fëmijëve, duke konsideruar që të jetoj më mirë në një ambient jo toksik, sesa në një ambient ku ka qenë dënuar, jo e dëgjuar, jo e pranuar, jo fizikisht e dukur edhe pse ka qenë aty, kështu që vendos që jetën e vetme vazhdo e vetme, ndoshta me respekt më shumë, me dignitet edhe thjesht e pavarur. Në rastet kur kemi fëmijë të përfshirë, a kemi zakonisht pra e mbajnë nonat më shumë, apo baballarët dojnë për me mbajt fëmijët, apo krijohet ndonjë marrëveshje? Po, në realitet, ashtu si që spjegova, në fillim në qoftë se nuk ka marrëveshje, gjithmonë kërkesa më e fuqishme është nga nonat, dhe zakonisht fëmijët në divorce janë të moshës së mitur, padyshim që pastaj është një procedurë që i paraprin edhe nga organi i Qendrës për Punë Sociale, i cili verifikon të gjitha rrethonat, mundësitë financiare, ambientin, aspektin psikologjik, cili prind është më javë dhe në aspektin i lidhur me fëmijët emocionalisht, por në shumicën e herave fëmijët i takojnë nënave, sepse lidhja emocionale është shumë e fuqishme dhe pastaj janë edhe një mori aspekte tjera, arsye tjera të cilat bëjnë që nënat të i marrin, domethënë, fëmijët, por gjatë rrugtimit të divorcit apo të prishjes së një martese, padyshim që vjen shumë shpesh edhe pajtimi i bashkëshortit që fëmijët të i takojnë nënës. Të i takojnë nënës në aspektin e qëndrimit, por jo duke mos marrë përgjegjësi edhe babai për edukimin, ruajtjen edhe zhvillimin e jetës së tyre. Pse mund të jetë kjo? Pse mund të jetë, po në aspektin emocional padyshim që nëna ka lidhje shumë të fuqishme me fëmin. E dyta, asnjë burr, ta them kështu tash, nuk mundet me sakrifiku, sepse është jetike, është Zoti na ka kriju të tilla që ne mu kujdes për fëmijët. Nuk mundet me sakrifikuar, me qëndru të ditën me fëmijët e mos me punu, sepse Zoti ka kriju më shumë burrin për me dalë me punu në aspektin financiar, me siguru gruan, me siguru fëmijët, me pas një jetesë të përbashkët, dhe në momentin që ti ja dërgon fëmijët bashkëshortit, ai ku ka me i lanë? E para nuk ka me i lanë me nonën e vet, ka me i lanë ndoshta me nonën e bashkëshortit, po jo me nonën e fëmijëve, ka me lanë ndoshta ai nuk e ka as nonën, se duhet me mendu edhe këto aspekte. Dhe mendon thot çka më bëne tash me këta fëmijë. E di që janë fëmijët e mi, mundet me dash dhe patjetër që e don, çdo babë don fëmijën e vet. Por ideja e kujdesit të vazhdueshëm është fjala, sigurisht që e ndryshon dhe ja determinon komplet jetën një burri. Prandaj duhet më mendu shumë herët këto. Unë them duhet më vlerësu mundi, sakrifica, dashnia dhe çdo përpjekje, qoftë edhe më e vogla që e bën një nën për fëmijët apo një grua për bashkëshortin. Sepse po të arrim deri në atë pikë që të vlerësohet bashkëshortja, ashtu si duhet, për çdo mund, atëherë nuk do të kishin marrë edhe kaq shumë divorcet. Përmendëm të shkaqe, përmendëm edhe tradhtinë. Po. Njëri ndër shkaqet për divorce është edhe tradhtia. Kohëve të fundit kam pas raste personalisht që pikërisht për këtë shkak ka ardhur deri tek divorci. Domethënë ka gjetë, realisht ka dhe prova tani më që nuk është i duri më për të, apo është larguar tërësisht, apo ka dhe një lidhje jashtëmartesore dhe sigurisht që ka vendosur me i dhënë jetës saj bashkëshortore fundin në aspekt martesor. Kjo pra komplikon një lidhje tërësisht shumë. Me të vërtetë edhe është, ndoshta e kemi, edhe ne si femra kemi ndoshta një empati edhe një ndjenjë të veçantë kur i shohim këto raste. Sidomos edhe në raste më të komplikuara me fëmijët që i përmendëm. Pastaj përmendëm edhe dhunën fizike. Këto shpesh mund të jenë edhe të kombinuara. Padyshim, unë thash që për me trokit edhe për me kërku një grua që e them edhe shumë shpesh
për me trokiti dhe për me kërku një grua divorcin, më besoni që ka sakrifiku shumë për me mbajt atë lidhje. Sidomos nëse ka fëmijë mes. Më besoni që ka falë shumë. Ka falë shumë. Rrallë ndodhë që më ardhë, sot ndodhë një konflikt ose një dhunë, edhe po shkoj me reni, po divorcohem. Jo, ka tentu me bo zgjidhje, ka sakrifiku, ka falë, ka hesht, ka qarë, është ngrit, ka përsërit, është ngrit, ka sakrifiku prapë, ka shpresu që ndoshta do ndryshon diçka. Mirë po, të gjitha këto munden më bo, por nëse nuk ke një komunikim, ku ti atë që ka i kimrena të dëgjohesh, të largosh atë dyshim, të largosh atë frikë, të dëgjohesh dhe të bisedosh me bashkëshortin, ta zgjidhësh problemin, atër problemin e kimrena, dhe një ditë patjetër që ka më bo më i madhë. Gjithsesi, të jetosh me problemin e ki aty, të tentosh ta zgjidhësh, atëherë do të mund të largosh problemin në familje. Dhe në shumicën e herave ne e kemi këtë në familjet shqiptare. Nuk ulemi në një tavolinë apo në një tavolinë të flasë kështu tavolinë trumbullak të themu, ne ulemi dhe diskutojmë. Çka problemi, pse ne nuk po mundemi me qenë mirë, pse nuk po mundemi me qenë qetë, pse nuk po kemi një lidhje të mirë emocionale, pse nuk po e diskutojmë çdo vendim të përbashkët për jetën tonë, pse të nkohën ti ndoshta në telefon, unë në telefon, nashta tjetu e këqyri jetën e dikuj tjetër, bashkëshorti jetën e dikuj tjetër, pse nashta na jemi fizikisht këtu, por shpirtnesht dhe emocionalisht jemi komplet tjetër konë, edhe këtu pa tjetër që është një bushllëk. Dhe automatikisht ka marrë një moment kur ka me dalë një situatë një që ti duhesh me zgjidhë dhe nuk keni në gjendje me zgjidhë. Edhe përcet, zemrimin mrena që e ki heshtjen, mosdëgjimin, pasigurin, frikën, këto janë emocione të cilat shpërthen një ditë, sepse akumulohen mrena vetës, dhe kur shpërthen, çka ka me të ndodhë? Ka me ndodhë një zemrim i madh, i cili mundet me shku me goditje, i cili mundet me shku me një dhunë, dhe dhuna pastaj çka sjell, domethënë sjell patjetër që përfundimin e një martese, sepse nuk mundesh gjithmonë të jetosh në dhunë. Pavarësisht që ndoshta ke tentu shumë, vjen një moment kur e kupton që nalë se unë kam ma shumë rëndësi. Edhe uroj shumë, pavarësisht rrethonave në të cilën gjenden gratë, mas qenë se jemi fokusu ma shumë këtë drejtim, uroj shumë që të kuptojnë vlerën e tyre, rëndësinë e tyre, të kuptojnë dhe të jetojnë me dignitet, me respekt, dhe asësi mos tolerojnë në përkëmbje, apo edhe dhunë në familje. A mendon që është ndiku pikërisht kjo pjesa ndoshta edhe divorceve më të shumta edhe gratë për gjejnë zërin e tyre, edhe sepse koha po kalon, po evolojmë si shoqëri, po shohim se çka ka edhe jashtë kufijve tonë. Patjetër. Unë gjithmonë kam qenë kundër divorceve dhe parimisht, pra përgjithsisht jam kundër divorceve. Parimisht po flas. Patjetër nëse ka arsye shkaqe që jam për me divorcu, sepse ndonjëherë një divorc është zgjidhja shumë e mirë se sa të jetosh siç e cekëm deri tani. Dhe padyshim që të kuptosh vlerën tënde, respektin, dinjitetin, vendosësh kufi të shëndosh me partnerin, është mbajtja një martese shumë e sigurt. Ndërsa të tolerosh gjithçka, shpeshherë bën që vjen një moment kur nuk respektohesh pikërisht nga partneri. Prandaj të kuptojmë vlerën tonë, të edukohemi sa më shumë dhe të mos tolerojmë, domethënë të jetojmë mbrana një ambienti sikur të mos ekzistojmë. Unë jam e ty dhe ti duhet vedisohesh që unë jam këtu. Dhe vendosja e kufive nuk do të thotë egoizëm, dhe vendosja e kufive nuk do të thotë që unë jam kokfort. Vendosja e kufive të shëndosh do të thotë që unë kur jam këtu para teje duhet vlerësohem. Unë kur jam këtu para teje duhet më shohësh. Unë kur jam këtu para teje duhet më dëgjosh. Dhe unë kur jam këtu dhe jam pjesë e rrugtimit tënd dhe ti je pjesë e rrugtimit tim, vendime do duhet t'i marrim bashkarisht. Si për atë që na takon nga ana personale, ashtu edhe për fëmijët. Dhe të mos dëgjosh, dhe të mos shikosh, dhe të mos vlerësosh, dhe të mos pranosh, sigurisht është brendësia ajo që bën zgjidhjen. Sa mendon që këto probleme ndoshta mund të më shumë fishu edhe në lidhje të thjeshta, pra pasi që nuk kemi ndonjë martesë kështu, ndoshta si më thonë një martesë në letër, por edhe kështu në përgjithësi. Sa mendon që në lidhje vajza mund të vlerësu edhe këtë këto? Nëse
duhet të jap një përgjigje, do duhet të fokusohem shumë në atë se si jemi të programuar. Do duhet të fokusohem në atë se në çfarë mentaliteti jemi ende. Dhe fatkeqësisht, unë mendoj që mundet më në vlerësu. Fatkeqësisht, mendoj që mundet shpeshherë edhe më fy. Fatkeqësisht, mendoj që edhe nuk vlerësohet sa duhet. Fatkeqësisht, mendoj që edhe mundet shumë lehtë me pas presion, ndoshta edhe dhunë fizike. Pse po e them këto? Po e them edhe nga përvoja ime si avokate, por edhe nga përvoja ime si trajnere e certifikuar si spikere motivuese, por edhe nga përvoja si qytetare, si një grua, si një femër. Programimi jonë është rrit që ne të mos flasim. Ne jemi në shoqëri më të pranuara nëse është një vajzë e urtë. Ne jemi në një familje tek bashkëshorti, një nuse shumë e mirë nëse nuk flet. Thjesht çdo urdhri i përshtatët. Pse kjo është nuse e mirë se përshtatët ju ka përshtatë shtëpisë tonë. Ne jemi rrit me idenë që të mos flasim shumë si vajza, po flasim përgjithësi në shoqërinë tonë. Edhe t'jesh e urtë është edukat. Po është urtësia, është mirësi. Urtësia me të vërtetë është dhunti. Dhunti cilën jo shumë vajza mund ta kenë në aspektin e menaxhimit. Por të rritesh me këtë programim që ti të mos flasësh se ti je vajzë. Ti mos e merr këtë veprim se ti je vajzë, ti mos e bën këtë se ti je vajzë, ty nuk të përshtatet kjo nuk bën kështu. Ti kur t'je me këta njerëz mos fal veç ule kryt. Edhe nëse të fyjnë nasht ule kryt. Edhe nëse të mëstojnë edhe të thojnë gjithçka, edhe nëse ta fyjnë dinjitetin, edhe nashta nuk të respektojnë. Okej, nash, duro ule kryt. Jo, nuk duhet vazhdimisht, as me duru vazhdimisht, as me toleru në përkëmbjen vazhdimisht, as me qëndru me një person të në kohën qofse nuk të respekton vazhdimisht. Dhe ne jemi ende në këtë programim, kur shumë vajza jo detyrimisht e kuptojnë që ende janë në atë lidhje një vajzë e vogël se si që është rrit. Edhe toleron prap. Toleron se kështu duhet me një partner, po okej, s'ka lidhje kështu duhet femna me qenë vajza që kështu duhet më kanë. Jo. Ne mundemi me qenë shumë të mira, shumë të buta, shumë të edukume. Gjithçka që i vyn një femnë në kuptimin e devotshëm, por asësi të programuara definitivisht deri në atë pikë që gjithçka të duhet të tolerojmë. Sepse vjen pastaj një moment kur ti bësh një nën dhe në momentin kur ti ke fëmijë, prapë je e njëjta vajzë edhe pasojat i bartin gjithmonë fëmijët. Prandaj vedisimi i çdo vajze që unë jam kjo që jam, dhe patjetër që gjithmonë do të mundohem të jem verzioni më i mirë i vetës time, duke investuar në veten time, në mënyrën e komunikimit, mënyrën e respektimit të bashkëshortit, ose të personit me cilin po bashkëjeton, ose edhe në një lidhje, të vlerësimit atij personit, falënderimit, të mirënjohjes atij personi, dhe të marrë në këmbim mos respektin, hyrjet e vazhdueshme, dyshimet mbillen tek unë, edhe të mos marrë absolutisht një knatësi dhe një qetësi shpirtërore, atëherë aty stop. Nëse dëshiron me vazhdu jetën si duhet, ose një mundësi për të ndryshuar dhe për të rritur të dy së bashku në një lidhje. Sepse padyshim që kemi me pas konflikte, padyshim që kemi pas diskutime, se ato na rritin, ato na bëjnë me kuptojnë më mirë një tjetrin, se na vetëm mirë nuk e kuptojmë. Ka me shpërthy ndonjë debat, ndonjë emocion. Mirë, po ideja është pikërisht në atë moment, qasja e duhur e jotja si vajzë, sepse je eduku, e din si je eduku, i din parimet e tua, i din vlerat e tua, din çka me toleru dhe çka nuk don me toleru, e kupton personin që e ke përballë dhe vendos kufit shëndetshëm që nëse ne duhet vazhdojmë, ne duhet të ndryshojmë në aspekt pozitiv, nëse ne duhet vazhdojmë një lidhje që nesër kemi me paraprime fëmijë, mesin ton, ne duhet këtynve veprimeve të japim stop. Edhe rritën bashk. A nëse toleron vazhdimisht përbes personin që e ka në krah, nuk ka me mujtë me ndryshu kur. S'është ideja me ndryshu me imponim. Ideja është me ndryshu me veprimet që ti ki mrena vetës. Sepse personi përballë shumë shpesh sillet me ty në mënyrën që ti a toleron. Kështu që nëse ti je me një person ku ti vlerëson veten, të shef që e respekton dhe shef që din me thonë stop deri këto. Tolerova, ma tutje nuk toleroj. Atëherë dhaj patjetër që ka me zgjedh, ose thot, po vazhdoj me këtë, ose largohet decidivisht. Sepse është e pamundshme me vazhdu.
Çfarë roli mendon se kanë mediat sociale, rrjetet sociale në përgjithësi, po ashtu edhe show të ndryshme tek lidhjet dhe tek martesa në përgjithësi? A mendon se është ndoshta një po shohim edhe shembuj negativ apo pozitiv të cilët mujnë me ndiku? Në përgjithësi, ideja rrjetet sociale nuk është që kanë rol strikt të aspektit negativ ose pozitiv. Më thonë, nuk janë kriju në atë që vetëm të shkatroj ose vetëm të ndërtoj. Ideja është se si ne mund të shfrytëzojmë, ideja se ne ku fokusohemi dhe se si i përdorim ato rrjete. Nëse një çift ka një komunikim të duhur me vetës, nëse kanë idenë e zhvillimit të tyre, personal, familjar, profesional, biznesor, padyshim që rrjetet sociale kanë me pas edhe një impakt shumë të rëndësishëm në zhvillimin e tyre. Mirë po nëse mrena çiftit ka mjaft bëshllëk dhe me kohë ka vazhdu dhe është zbe komunikimi. Dhe tani fokusin akoma më shumë e kanë drejtu në rrjetet sociale, mos prit diçka më të mirë aty, sepse thjesht ata nuk po përpiqen më ta bëjnë një zgjidhje, por thjesht janë duke u fokusuar në jetën e të tjerëve, edhe absolutisht nuk e bëjnë asnjë përpjekje më të madhe për me fillu me komuniku dhe me u largu ai bëshllëku emocional, me kuptu praninë e një tjetrit në shtëpi. Mirë po thjesht ullet njëri në një divan, tjetrin në një divan, ndoshta edhe fëmijët të dytë ose tretë ose një, sado që i kanë me telefona në dorë apo me rrjete sociale, fatkeqësisht edhe humb çdo komunikim aty. Në këtë rast mundet me qenë aspekti negativ, sepse ti po e shfrytëzon thjesht për më u largu se sa më shumë me u afru. Pra impakti është varësisht nga ajo se si e shfrytëzon dhe sa kohë i përkushtohesh rrjeteve sociale. Në aspektin pozitiv, a kishë mujtë mi konsideru ndoshta çifte të cilët postojnë në TikTok, në rrjetet sociale, në Instagram, mënyrën se si jetojnë ata, përmbajtje ndryshme argëtuese? Po, realisht, në momentin e qoftë se bën një studim të jetës tyre, të cilët vazhdimisht i publikojnë jetën e tyre private, mundesh me pas një perceptim se sa çfarë jete mund të kenë, po jo perceptimin shumë real. Sepse jo gjithmonë shfaqen në mënyrë reale komplet ato video të cilët i krijojnë apo edhe ato postime të cilat i krijojnë ndoshta për një 5 minutë brenda ditës, po pjesën tjetër a jenë gjendje ti me e vlerësu se çka kanë mund me bëj, çfarë konflikte kanë pas, ose si e zgjidhin atë çështje, ose edhe se sa janë të mbushur emocionalisht. Besoni që jo çdo dukje që ne e shohim, ne mund ta shohim nga brenda. Më thonë, ideja është t'jesh e përmbushur emocionalisht, t'jesh e qetë emocionalisht, dhe kur të poston, t'a japësh një mesazh. Ndërsa, tani më kemi zgjedhur shumica që ndoshta pikërisht për shkak të pasigurive, për shkak të inatit ndonjëherë, beso, ta vendosin një fotografi, ose jetën time private ta vendosin se po më shet dikush, ose ajo, ose kjo, thjesht e vendos aty për shkak të pasigurive të tua mas shumë, ose ndoshta ke arrit deri në atë pikë që nuk je duke u vlerësu nga personat ku je dhe dëshiron një like, dëshiron një koment, dhe ajo like, ajo komenti të përmbush përkohësisht. Këto janë aspektet negative që munden me qenë nga rrjetet sociale, pavarësisht që në një moment caktuar përkohësisht mundesh me pas një dëshirë, por vlerësimin aktual edhe të përgjithshëm edhe qëndrueshëm ja jep vetvetes ti edhe, domethënë, familja jote mbrana ambientit familjes. Nuk duhet me prit vlerësim vetëm nga jashtë. Doja të fokusohem pak tek fenomeni e Big Brother. Kemi pa shumë lidhje brenda shtëpisë dhe ndoshta do komunikime më dramatike në këtë aspekt. Sa mendoni që drama tash shndru në dashuri, ndoshta është si koncepti i cili po ngatrohet? Të them të drejtën personalisht nuk është që i preferoj, nuk është edhe që i ndjeki. Sinqerisht asnjëherë në jetën time nuk i kam ndjek, ndoshta dhe jam programu prej familjarëve të mi, sidomos prej babit, prindit. Nuk ka qenë, domethënë për me ndjek edhe jam e programuar në atë ide që kur e dëgjoj, domethënë Big Brother është diçka që thjesht nuk duhet me shiku, ose nuk duhet merrem me të, ose nuk duhet ja jap fokusin, sepse hysh edhe ti në botën e tënde. Edhe realisht nga ana psikologjike, ju e përmendet termin dram. Çdo reality show sigurisht që e ka një qëllim për cilën është krijuar. Dhe ideja e krijimit të dramës
apo si që potencuat krijimit të lidhjeve të dashurisë, apo në emër të dashurisë, brenda këtyre showit, po sigurisht që krijon dramë. Çka percepton tek publiku ose njerëzit që e shohin, sepse është zgjedhja e tyre të shohin çfarë dëshirojnë. Percepton që dashuria është konflikt, percepton që dashuria është dramë, percepton që dashuria është tension, percepton që dashuria është ankth, percepton që dashuria është me ngat njëri tjetrit, me shku, me fol, me lut. Do të thonë, percepton automatikisht në mendjen tënde që kjo ka dashuria, ose automatikisht lidhesh me një pjesë të historisë së tyre kur ti e gjen veten aty. Ka ndodhur edhe mu kjo, kështu kam bëu edhe unë me një situatë caktuar. Dhe automatikisht lidhesh me atë show edhe të bën pjesë të saj, të cilën pastaj e ke vështirë me u largu, sepse automatikisht ngërthehesh me pa çka po ndodh nesër, çka bënën, çka folën, çush e bënën. Dhe çka ke bë? Ti ke hek fokusin nga jeta jote. Ti e largu nga qëllimet dhe ëndrat e tua, duke i pa qëllimet dhe ëndrat e dikujt tjetër që mbrana atij showit po don me realizu. Pra ti po jeton jetën e një personi tjetër. Ti po jeton me jetën e atyre personave dhe patjetër që ka me të ndjek gjatë gjithë periudhës që ka me qenë ai show. Dhe edhe në komunikim me personat, kur del me pi kafe, ti ki me folë për çata. Çka po bën? Ti nuk po folë për jetën tënde. A i dini, ideja është sikur me folë edhe me bota shethome për njerëz të tjerë, por na që nuk e kemi mikroskopin, të them kamerën për me shku me i pa çka po bëjnë në shtëpitë e tyre. Më thonë, ideja në aspektin e mendimeve është e njëjtë, sikur ti me pa 10 familje çka po bëjnë edhe dalish në tavolinë edhe fol, kjo e boni çton, kjo kish bë këton edhe. Pra, në tavolinë po e hek shpërqendrimin nga jeta jote. Po humb kohë nga jeta jote, patjetër nëse ke një fokus dhe mendim dhe ide dhe qëllim pse po e kqyr në aspektin pozitiv, mundesh ndoshta me marr diçka, se e kupton në fund thelbin që thjesht nuk duhet me humb kohë, mendimi im. Dhe qytetarët bashkëdyzohen edhe realisht të gjitha ato që ka bën brenda atij showit, unë them bëhen pjesë e qytetarëve. Dhe ne pastaj jetojmë me ankth, jetojmë me një frikë, jetojmë me një habi, jetojmë me një pasiguri, edhe tek të rinjët krijohet ideja që dashuria është kështu, por dashuria nuk është kështu. Vendi ku është dashuria nuk krijon shumë konflikte takufishme. Vendi ku dashuria nuk duhet me don ankth. Vendi ku është dashuria nuk duhet me don pasiguri. Vendi ku është dashuria nuk duhet patjetër me ngajt vazhdimisht ndaj atij personi. Se në qoftë se më don ti ke më najt këtu. Nuk mundem unë patjetër me tartë të në kohën ty edhe me shtimin në zërë me mdesht. S'është dashuria kjo. Dashuria është vendi ku ty t'jep qetësi. Ndërsa në show nuk ka vend ku jep qetësi. Në momentin që në show bëhet një qift i qetë, aty thënë s'ka dashni. Hup kureshtja. Edhe hup ajo ideja që kjo është dashni. Realisht ajo është dashni. Dashnia është qetësi, nuk është zhurmë. A mendoni që ndoshta kjo mund t'i koj edhe tek çiftet jashtë, cilët mujnë me shiku Big Brotherin bashkë? Mundet me pas ndoshta kritika kur e shohin atë fund dashurisë për tretizuar në televizion, edhe e shohin që ndoshta atë nuk e kanë në realitet, e kanë një dashuri normale, pra nuk kemi grindje të mëdha apo momente dramatike, kështu kthimet kamerave, zoom in. Po, padyshim, unë thash çdo gjë që e marrim me sy në mënyrë vizuale, padyshim që bëhet pjesë e programimit tonë. Dhe vjen një moment, ndoshta për shembull varet krejt edhe pjekuria emocionale e vajzës ose e djalit, edhe i duket ose e merr si shembull një personazh mrena aty, edhe mendon që ndoshta nëse e bëj unë këtë veprim, edhe kjo vajza ka me bëu më shumë, për shembull, drejtim timin, ose vajza thot nëse unë e bëj xheloze, që ky çish boni masa asoj na shtatë. Janë gjëra të cilat nëse nuk e ke një pjekuri shumë të mirë emocionale, definitivisht mendoj që ndikojnë negativisht edhe në lidhje jashtë. Besoni që dashuria është qetësi, nuk është ta bësh xheloz tjetrin vetëm pse duhet dikush me të ardhë mbrapa, pse e bëna xheloz. Jo, kjo është thjesht ndoshta që e bën një person që nuk është shumë i pjekur emocionalisht. Nuk kam nevojë me bë partnerin xheloz për me mdesht. Ai duhet me mdesht kjo që jam, pavarësisht ta kqyrun e dikot tjetër. Edhe shumë gjëra tjera, të cilat lidhen edhe besoj është temë në vetën, nëse me hyjmë analizu dalin shumë gjëra tjera këtu. Do të japë që ne shpjegim, pro xhelozia dhe kjo
pjekuria emocionale janë pra të ndërlidhura? Patjetër. Patjetër. Nëse ti beson në veten tënde, nëse unë jam një vajzë edhe kam një lidhje, kur nuk duhet me tentu me bo xheloz partnerin, duke shiku ose duke bërë gjëja po fokusohem tek një person tjetër, në mënyrë që ta afroj atë personin. Absolutisht, kjo tregon pasiguri tek ti. Kjo shfaq në mënyrë të heshtur pasigurinë tënde si vajzë tek partneri yt. Ose aq më tepër nëse krijohen edhe martesë ose bashkëtesë, ose kemi edhe fëmijë në mes. Absolutisht. Menaxhim emocional ose pjekuri emocionale në kupton që unë jam kjo që jam, kështu do të më pranosh, patjetër gjithmonë me vizionin për të bërë më i mirë dhe më i mirë, por asesi të më duash, pse mund të më humbësh. Ti duhet të më duash se më ke këto. Sepse të më duash se mund të më humbësh, atëre duash me kusht. Dhe dashuria nuk kërkon kushte. Dashuria kërkon pranim. Dashuria është ajo që ti e pranon një person ashtu siç është, edhe pa idenë që një ditë do ta humbi. Sepse të jetosh me idenë e humbjes, atëherë ti nuk je i sigurt në atë lidhje. Dhe të mos kesh siguri, shtohen dyshimet. Dhe kur shtohen dyshimet, prishet komunikimi. E kur prishet komunikimi, shkon lidhja, shkon pjesa, shkon martesa, shkon bashkëtesa. Thjesht janë zinxhir. Sheh këtë tavolinë rrumbullakët këtu, krejt zinxhir janë. Çdo emocion është zinxhir. Çdo emocion zinxhir, krijon një emocion tjetër, nxjerr një emocion tjetër dhe vjen te pika e mesit ku mundet më u prish, ose pjekuria emocionale mund me vazhdu një bashkëtesë, një martesë, po të qetë, me konflikte aty këtu, po jo dramë, jo zhurmë, jo pasiguri. Pra mund të themi se dashuria është një emocion i shenjtë pak a shumë. Patjetër. Dashuria është ajo që e mban universin. Dashuria është ajo që ka kriju gjërat më të bukura në botë. Dashuria është ajo që ty të bën me u mbush, ty të bën me jetu me entuziazëm. Dashuria ajo është që t'i bën me shkëlqy syt. Dashuria ajo është jo vetëm në aspektin dashuror të një partneri, por dashuria është ta duash edhe jetën, aspektin të përgjithshëm. Ta duash veten, ta duash frymarrjen që e merr. Çdo gjë që prekim, çdo gjë që shohim, ta duash. Nuk nëmë kupton dashurin veç ndaj personit, nuk kupton dashurin ndaj gjithë kësaj bote. Dashuria është ajo që na mban. Emocioni më i shejtë dhe emocioni më i bukur edhe emocioni i cili të bën me jetu me entuziazëm edhe të bën aq të fuqishëm sa çdo emocion tjetër mund ta mposhtësh. Të doja të kalojmë pak nga kjo temë, sepse me të vërtetë të sqaruam goxha shumë dhe kemi nëse e kishim sqaruar edhe më shumë këtë temë, s'kishim mujt me fol të ditën, kështu s'kishim mujt me u ndal. Ashtu është. Doja të fokusohem tek pjesa juaj, pra kjo 3 vjeçaria e fundit, pra ju si trajnere certifikuar për spjegime motivuese, si ka filluar kjo? Realisht kjo është një ndjesi të cilën e kam zbuluar tek vetja ime që në vëzhgim. Prindi im, baboi im, vazhdimisht më sillte libra në shtëpi nga aspekti psikologjik edhe motivues. Dhe unë e gjeja veten shumë shpesh në ato libra. E vreja lidhshmërinë, entuziazmin dhe vullnetin që më krijonte ajo çfarë lexoja. Dhe në momentin kur si fëmijë je i pastër, je i dëlir, nuk i urrëtie, nuk i inat dhe fillon të ecë në aspekte pozitive, e vresha që është një përmbushje shumë e madhe shpirtërore. Dhe jam rrit duke ndihmu të tjerët. Edhe pse ndoshta kam qenë fëmijë, kam bu një diçka të mirë. Dhe kam pa që pas kanë ishtë problem rreth vetës. Dhe ndjesia e të bërit mirë në mënyrë të vazhdueshme të bën të bësh ai person. Ai person sepse krijohesh në atë mënyrë. Dhe vazhdimisht kam qenë ashtu, siç e potencova edhe në studime, edhe në shkollën fillore, edhe të mesme. Kam qenë vazhdimisht në kontakt me shumë, si me vajzat, si me djemt, domethënë gjithmonë ajo që doja të udhëheqja klasën. Momentin kur kam pa një krizë, unë gjithmonë e kam pa veten kur unë jam ajo që më mja bu zgjidhjen. Gjithmonë e kam pa veten si një leadership mrena problemit. Nashta problem shumë i vogël në atë kohë, në atë periudhë, sepse ato kanë mund me ndodhë. Edhe gjithmonë e kam pas kërkesën edhe nga të tjerët. Për shembull, çdo gjë që ka ndodhur e mirë, çka po thu, çka po ta merr mendja,
një kërkesë vazhdueshme dhe nga tjerë të cilët e kanë nuhat, se unë ndoshta ku ta jap një drejtim zgjidhjes kësaj çështje, ka me pas sukses. Dhe ko pas kohë kam pa një zbrasim rreth vetës. Në momentet ndoshta s'po them të vështira, po në momente kur kam qenë e heshtur ose ndoshta duke qëndruar vetëm, kam pa që ende kam një bëshllëk brenda vetës. Edhe pse me profesion kam qenë avokate, kam punu vazhdimisht, edhe aty jam mundu këtë pjesë ta shpërfaqi në aspekt të komunikimit me klientët mirë, po përsëri e vreja që e kam një zbrasi. Përsëri e vreja që e kam një thirrje që nuk po m'len qetë, po du me bu, është ajo e thirrja e mbrëmshme diçka më të madhe, sepse kam një aftësi dhe një potencial të misionit. Ndoshta që muj me i ndihmu shumë njerëzve cilët më gjendën në momentet vështira të jetës, sepse padyshim që kemi pas vështirësi. Dhe këtu ka lind pastaj edhe ideja që në rregull, nëse është ky zëri im i mbrëmshëm i cili po më troket tani, nuk dua ta neglizhoj. Dua ta dëgjoj dhe thjesht ta shpërfaqi në botën ku ne po jetojmë. Dhe që 3 vite, me të vërtetë që 3 vite, domethënë jam në këtë drejtim si spikere motivuese, duke dhënë këshilla për çdo problematikë të mundshme në aspekt të përgjithësuar, padyshim, pra nuk është që hysh nëse një person është për të shkuar tek një psikolog apo tek një terapist tjetër, nuk është që ne hyjmë në detaje, mirë po ideja është ta kthejmë thjesht fokusin në drejtim pozitiv. Siç ishte ideja që nëse dikush më kishte bërë pyetje shumë thjeshtë, mira ja vlen, mendimi im me kthyer Big Brotherin, sepse unë aty jam momentalisht, se po i shoh biseda që po zhvillohen nëpër tavolina, edhe unë thjesht si spikere motivuese, them nëse ke një qëllim ku dëshiron me arrit, për qëllimin tënd dhe ëndrrën tënde, atëherë shikoje. Por nëse nuk i vendos vetës qëllim dhe ëndër, dhe një synim jetës tënde, ose viti 2026, dhe thjesht po don me humb kohë, atëherë humb kohë. Por do ta shohësh që ti je duke ja realizu ëndrat dhe qëllimet dhe synimet atyre personave atje, dhe jo vetës. Kjo është fokus që ne mundemi me bë si spikere. Domethënë thjesht i thosh zgjedh thash. Ti ke me pa vet. Vjen një moment pastaj kur nëse dikush ka botik dhe ta ka dëgju këshillën tënde, vjen një moment që mu shumë shpesh më kanë ardhur edhe më kanë falendëruar. Thotë një fjalë shumë e vogël, por thjesht kam ndru fokus, pastaj është detyrë jotja me vazhdu. Është e vështirë pikërisht me gjetë atë pikën kyçe, pra ndoshta që përmend vetëm një fjalë. Po, nuk është e vështirë, sepse ideja është njerë duhet të dëgjojmë. Nuk mundemi kur, edhe në aspekt jetësor. Të flasësh ende pa dëgju, atëherë është mendoj gabim. Duhet me dëgju, me kuptu çka është personi që tu ka afru, çfarë ndihme po kërkon, edhe me gjetë në thelb ku është problemi. Nuk është e vështirë nëse je trajnuar në atë drejtim, sepse gjatë gjithë bisedës që mundesh me dëgju për 40 minuta, pa e paragjyku, pa e ndërpre, me lënë thjesht në botën e saj të mbrëmshme ose të atij dhe me dëgju thjesht ta tregon një problematikë dhe ti merr një shënim aty këto, e kupton thelbin, e kupton ashtu anku vazhdimisht, apo sepse ankesat janë ato që shumë shpesh të ndërpresin rrugtimin tënd. Ankohet për personin tjetër, atëherë nën kupton që është një problematik shumë e madhe dhe të ky personi se fokusin e ka te dikush tjetër. Ky duhet me lënë atë person. Kretë mbaret prej çështjes, po flas. Brenda 40 minutave nëse vazhdimisht flet për një person, ankohet për atë personin, atëherë ideja është që ti duhesh me i tregu që fokusin dhe problematikën më të madhe e ki ti që ti je fokusuar te jeta e atij. Okej. Distancohu, në vlerësoje. Nëse aq shumë po të pengon, këqyr, vendos qëllime, vendos synime. Momentin kur nuk ki synim, qëllim, patjetër që kime mendu për dikon. Patjetër që kime akqyr jetën dikuj tjetër. A kur vendos të synimi, qëllime jëtë, atër ti kime bo çdo ditë një hap drejt ati qëllime dhe synimi. Dhe energjia që i krijon brenda vetës, kënaqësia që e arrin me një veprim ose me një hap shumë të vogël, nesër ta jep një mundësi tjetër të fokusimit rreth atij drejtimi, dhe jo rreth ankesës ose pasigurisë. Dhe vjen një moment, sepse ndryshimet nuk vijnë brenda ditës, po vjen një moment kur kalon një muaj, kalon 2 muaj dhe shef që wow, që kam largu nga mendimet ku pas kam qenë deri tash e fokusuar. Mendimi e krijon realitetin. Mendimi e krijon energjinë. Mendimi ta jep veprimin. Nëse nuk isha mendu, s'kisha me hec, s'kisha me vepru. Mendoj njerë me shku me pi një gotë ujë. Vjen një diçka pi mrena, një ndjesi. Mendoj njerë për me shku në punë. Dhe më thënë, mendimin, veç thjesht e vren ku je, edhe do të më mundu me vendos në fokus pozitiv.
Cili do të ishte një mesazh që do t'ja jepje grave dhe vajzave që po na shikojnë tash? Grave dhe vajzave. Jetoni jetën me shumë dinjitet edhe kuptoni që keni shumë vlera. Kuptoni që misioni juaj është shumë i madh edhe mos u mbarni nga pritshmëritë e tjerëve. Në çdo drejtim të jetës suaj, dijeni se ju jeni aq të forta dhe aq të fuqishme, saqë çdo vështirësi, çdo sprove ju mund t'ja dilni. E di që secili person gjatë jetës së tyre ka kaluar shumë vështirësi, shumë sfida, shumë sakrifica dhe njëra ndër to ndoshta mund t'jeni edhe ju. Prandaj t'jeni të bindura që nëse keni kaluar aq shumë dhe sot jeni aty ku jeni, dijeni që jeni shumë të forta. Faleminderit shumë që ishim me neve në studio sot. Faleminderit juve. Atëherë dashur shikues, kaq kishim për sot. Mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës. Mirupafshim.